Po ju dini se ata kanë treguar një papajtueshmëri të tyre lidhur me shkarkimin e ministrit Jablanović nga detyra e ministrit. Unë kam biseduar me ta dhe para se të shkarkohet, ju kam dhënë argumentet dhe po ashtu ju kam shpjeguar edhe rrjetin politik në cilin jemi gjetur dhe cili kërkon që të ndërmirën masa të tilla. Nuk kanë dhënë përgjigje të asaj periudhe, unë mendoj se ata do të kthehen në qeveri, ministrat serbë, dhe se do të hapin propozimin edhe për ministrin për kthim, dhe se do të kthehen edhe deputet e listës në kuvend. I kam thirrë edhe këtë javë që të takohem me ta, disa janë këtu, disa nuk janë, do të thotë si kam takuar, por do të bëj përpjekje që të takoj sa më shpejt. Për neve është mirë se të kthehen më shpejt, mirë që mos mbetet kjo situatë, dhe po ashtu kam thënë edhe publikisht se është rruga kthimit të tyre do të jetë rruga e komunikimit me neve këtu në qeverinë e Republikës Kosovës, dhe çdo vërejtje që kanë ata, çdo kërkesë ta bëjnë këtu, sepse ata janë qeveri, antarë të kësaj qeverie, dhe prandaj duhet edhe në kuvend dhe në qeverisë ta japin mendimin e tyre. Ky medium është do të jetë obliguar që të respektoj nivelet, të respektoj hierarkinë, pa marrë parasysh se një gazetar ose një redaktor ai pëlqen dikush apo nuk i pëlqen, edhe vetë fakti që kryeministri i vendit le dikun mas 15 minuta ose 20 minuta, ndërkaq që i pe dikush përpara, flet se do të thotë nuk kemi qasje profesionale. Tjerat mbeten anash, nuk do dëshiroja që as presidenten e vendit ta trajtojnë kështu, as kryetarin e parlamentit ta trajtojnë në këtë formë, as zamendës kryeministrat i trajtojnë në këtë formë, sepse qasja këtyre mediumeve ndaj institucioneve të vendit tregon edhe respektin edhe profesionalitetin që ata reflektojnë për vetveten, jo për neve, sepse mos ma rrit nivelin as ma ul nëse në qëtë minutën e 20 ose 25 mirë, po tregojnë për vetveten sepse nuk janë në nivel profesional.